Adnan Januzaj ka qenë një emër I cili më shumë se një dekadë më parë ngjalli entuziazmin e shumë tifozëve shqiptar, kur u mendua se mund t'i bashkojë kombëtares shqiptare, por ai zgjodhi Belgjikën, me idenë e qartë se ashtu mund të ndihmonte karrierën e tij. Një zgjedhje e cila në fakt nuk është se I rezultoi aq negative për pjesën e parë të karrierës sulmuesit, I cili me të mori pjesë në 2 botror, ato të viteve 2014 dhe 2018. Por më pas, karriera e tij në klube filloi të bëhej gjithnjë e më zgjënjyese, aq sa në 4 vitet e fundit ka prekur rrallëherë fushën e lojës, edhe pse ishte nën kontratë me Sevillën. Duket se në moshën 31 vjeçare, Januzaj po kërkon të ringjallë karrierën e tij dhe të provojë një shans të fundit, ndaj I ka besuar fatin e tij menaxherit të njohur Fali Ramadani. Kompania Lian Sports, e cila kontrollon tashmë edhe një pjesë të madhe të lojtarëve të kombëtares shqiptare, ka bërë të ditur se Januzaj I është bashkuar asaj, dhe tashmë do të ketë si detyrë që t'i gjejë lojtarit një sistemim të ri, atij që dikur shihej si një nga talentet më premtues të Manchester United e futbollit evropian.